do të flasim për kampionatin botëror, po shkon drejt fundit, kanë mbetur edhe 3 ndeshjet, 2 gjysmëfinalet dhe finalja e madhe. Nesër dhe pas nesër janë 2 gjysmëfinalet, Francë, Spanjë dhe Angli, Argjentinë. Për herë të parë po zhvillojmë një bisedë për kampionatin botëror, duke qenë se fokusin kryesor këtë muaj e kanë zënë protestat, dhe sot do mundohemi të bëjmë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur dhe asaj që pritet që të ndodhë në këto 3 ndeshje. Më mirë se me këto tjetër do ta diskutojmë me mikun e emisionit ton, zotin Eduard Abazi, i cili ndodhet në Portugali. Edi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe shpresoj që publiku jonë shqiptar dhe ata që janë intervenient për mbarvajtjen e shoqërisë tonë civile të gjejnë një bashkëpunim të mirë në aspektin që jeta e publikut tonë fantastik shqiptar të shkoj atje ku e meriton dhe të ketë mirëqenien sa më të mirë në botë. Bashkohem me këtë apel tuaj, Edi, për të rikthyer te kampionati botëror për të hyrë aty. Si e keni parë ju këtë event, këtë edicion, këtë vit? Shumë ndeshje krahasuar me edicionet e kaluara, por edhe shumë polemika. Domethënë arritën deri tek ndërhyrja e presidentit Trump për një karton kuq, do ka çfarë do të flasim për gjë tjetër. Edhe Infantino tashmë nga një pjesë si sosi Fifantino, por ju e keni folur dhe në biseda që ne kemi zhvilluar më parë, dyshimet, hijet, skandalet e mundshme, UEFA, FIFA, mafia, një nga fjalitë tuaja në bisedën tonë. Përpara se sa të niste botërori, madje qysh në bisedat e para 2-3 vitesh, jo më sot. Argentina ka pasur shumë polemika, gjithashtu edhe Portugalia goli me Kroacinë, por në tërësi nga do t'ja nisim për këtë botëror? E përgjithshmja është ajo që vërtetohet që këto organizime të FIFA-s janë, domethënë, të kombinuara dhe janë organizime të cilat i kanë deklaruar që nuk janë organizime për futbollin, për publikun dhe ose për të mirën e futbollit. Unë jam shprehur edhe pak më ashpër në kryetë e FIFA-s, por mbi të gjitha do të thonja që ka pas shumë problematika dhe kjo tashmë është evidentuar nga i gjithë publiku botëror. Jo vetëm nga fjalët e Eduard Abazit, o të Maradonës, o dikujt tjetër, të cilët domethënë kanë qenë kritik. Doli edhe profecia e tij që amerikanët do ta bëjnë futbollin me 4 pjesë. Po, problemi është domethënë që po nga dita në ditë po gabon dhe po shton skandalet e saj, kjo që do të tregoj që publiku tash është ai që do të vendosi a ka mundësi domethënë të shohim një futboll të vërtet, apo jemi domethënë neve ato që paguajmë atë çfarë kërkojnë FIFA, UEFA, që për mua nuk duhet të ekzistojnë më si organizata të futbollit botëror dhe europian. Edhe çfarë bëri më shumë, çfarë i troqi më shumë në aspektin pozitiv përtej kritikave? Në aspektin pozitiv më bëri përshtypje domethënë këto ekipet si Maroku, Kepi Gjelbert, deri diku domethënë edhe Zvicra, e cilat domethënë janë vende të vogla, të cilat domethënë neve duhet i marrim si shembull se edhe ne jemi një vend i vogël, por kemi tash hapësira gjeografike me lojtarët tanë shqiptar, ku kualifikimi i tyre duhet të jetë në mënyrën më të mirë të organizuar, sepse pam që një Portugali me shumë kualitete, individualitete shumë të larta nuk bëri një organizim të mirë edhe dështoi. Prandaj në futboll duhet koncentrim, dinjitet, korreksi, punë edhe organizim për të mirën e futbollit në progres të saj, që publiku kur të shkojë ke shkallët e stadiumit të jetë i arktum me shumë emocione dhe të jetë i dyshuar, sepse këto emocionet erdhen nga surprizat, jo nga kombinimet e organizatave kriminale. Ju e njihni më mirë situatën aty për Portugalin, Ronaldon, debatet, kritikat e shumta, thirrjet ndaj tij për të tërhequr në kohën dhe momentin e duhur. Ndoshta u bën ngarkesë këtë edicion për Portugalin. Nuk kishte një lidhje mes tij dhe ekipit. Po, ishte e vërtet, domethënë trajneri i Portugalisë, spanjolli, nuk kishte guximin për të bërë domethënë lëvizjet e duhura ose atë çfarë ju donte Portugalisë për të treguar që
puna mbi 15 vjet që ka bërë Portugalia me stafe teknike, me individualitetet, me kualitet, ishte momenti që të shpërthente në një patamar më të lartë, ose siç themi në shqip, në një shkallë më të lartë në finalet të një kampionati botëror, të paktën. Por megjithatë, atë objektiv që ato e kishin deri në gjysmëfinale nuk e realizuan, kështu që ishte një dështim i Portugalisë total. Për këtë arsye ata bën edhe zëvendësimin e trajnerit që unë e pata parashikuar në një program tjetër televiziv që Jorge Jesus është një nga trajnerët të cilët ka më autoritet, më personalitet për të stërvitur ekipin kombëtar të Portugalisë për të vetëm arsye se edhe ai vetë tha që 12 ose më tepër lojtarë që mund të vinë nesër të ftohen në listën e ekipit kombëtar të Portugalisë, domethënë mund të shkojmë deri ke 15-16 lojtarë që ky i ka stërvitur nëpër klube dhe ata e njohin, ky i njeh, kështu që ideja e lojës së Portugalisë do ndryshojë. Por është i çik barë edhe për Ronaldo sepse edhe domethënë me një kod që un kam stërvitur 2 lojtarët më të mirë në botë, më ka munguar të stërvis Mesin që nuk do ta stërvis, por i kam thënë Neymarit që stop, finish, këtu mbaroi jeta jote sportive. Kjo është një sinjal i fortë për Ronaldon, se ndoshta do vijë edhe momenti që mund t'i thotë edhe Ronaldos diçka të tillë. Por nuk do arrihet deri aty sepse lidhja civile o civike, si i themi ne, midis këtij lojtari dhe trajnerit është shumë me respekt nga të dyja palët dhe besoj që do arrihet një marrëveshje shumë e mirë për të mirën e Portugalisë dhe shpresoj që Ronaldo është botëror i fundit, jo europian i fundit në mos gaboj. Po, sigurisht që ai do të vazhdojë të jetë pjesë e ekipit kombëtar, por do të jetë pjesë e ekipit kombëtar me ato të karakteristikat që ai ka, me kriteret që trajneri i Portugalisë ka. Ai e ka ndruar 16-17 herë ke Al Nasseri, kanë pas një marrëdhënie jashtëzakonisht mirë edhe dolën kampion me klubin ku Ronaldo kishte dëshirën e tij për të dalur kampion në Arabinë Saudite. Kjo ndoshta do ndodhi edhe me Portugalinë që në momentet e duhura Ronaldo do të jetë prezent, në momentet që trajneri do ta shohë të arsyeshme për interesin e kombit të shtetit të Portugalisë, nuk do të jetë prezent. Kjo do të jetë një marrëveshje midis dy palëve dhe besoj që do të jetë një marrëveshje kavalierësh, si themi neve, për të mirën e futbollit portugez, për të mirën e futbollit. Pastaj ishte edhe kritika më kryesore që nuk ishte vetëm Ronaldo, ai që ishte më i dobti që dëmtoi Portugalinë, se nga statistikat neve kemi një Ronaldo me 5 lojë 3 gola, kemi një Bruno Fernandes asnjë pas për gol dhe asnjë gol, kemi Joao Neves 1 gol asnjë pas për gol, kemi Vitinhën asnjë pas për gol, asnjë gol. Domethënë edhe ai e tha, ne kemi 3 lojtarë, thonë që janë lojtarët më të mirë të mesit fushës në botë. Çfarë bën këto për Portugalin? Ishte një sinjal i fortë. E PSG-s nuk ishte fare gjikundi. Ai e tha, në klub ka ide loje tjetër, Portugalia ka ide loje tjetër. Çfarë dhanë këto për Portugalin? Për klubin treguan që janë më të mirët në botë. Për Portugalin nuk ekzistuan në fushë. Për të ardhur tek faza më e bukur tani dhe më emocionuese drejt kulmit, 2 gjysmëfinalet Angli-Argjentinë që jo vetëm brenda fushës, por rivalitet ka edhe jashtë saj me konfliktet mes 2 shteteve, por ishte faktan. Por edhe Messi tha që nuk kam luajtur pothuajse kundër çdo shteti, por nuk kam luajtur kundër Anglisë. Pra, mbart brenda shumë gjëra kjo sfidë. Pastaj kemi edhe Francë-Spanjë, që Franca duket sikur është shumë lart, është të kujton ndoshta Spanjën e 2010 ose periudhës së ardhshme. Problemi i këtyre 2 lojrave është komplet njëra në njërin krah të futbollit, tjetra në krahun tjetër të futbollit. Kemi një Argjentinë të përfolur nga e gjithë bota, që është një Argjentinë pothuajse mbajtur pesh nga FIFA, për të shkuar me karrocën e FIFA-s deri ku do FIFA ta çojë, dhe kemi një Angli që futboll të bukur nuk po bën, por është shumë e koncentruar dhe është një Angli me pragmatik që të kërkon ta marrë këtë finale me çdo kusht.
Dhe unë shpresoj që Anglia do të jetë më e koncentruar në lojë dhe me fizikun e saj do t'i tregoj Argentinës që ndoshta është më e përgatitur për të shkuar në finale. Dhe unë ja dëshiroj Anglisë që të shkojnë në finale, mbas Portugalisë, mbas Kroacisë, por mbi gjitha përpara mbas Shqipërisë, shpresoj që Anglia të shkojnë në finale. Në krahun tjetër, Francë-Spanjë. Në krahun tjetër kemi dy ekipe shumë të mira teknikisht, me nivel loje shumë të lartë, me ide të qarta sulmuese, por kemi një Spanjë më pragmatike, më të lexueshme se sa Franca. Në qoftë se kemi një mesfushë sulm të Spanjës me organizim të mirë, me pasime të sakta, me shikim loje në finalizimin e saj me shumë saksi, kemi një Francë e cila rrezikon vazhdimisht me aksione të shpejta, ndoshta edhe ndonjëherë edhe humbin, sulmet e tyre, por është më afër, golave, është më afër, rrezikshmërisë së lartë për të marrë rezultatin e cila do ta çojë në finale. Janë dy ekipe të cilat në rast se do të thënë që Franca mund ta shfrytëzojë daljen e dy mbrojtësave të Spanjës në të njëjtin kohë mrapa shpine, atëherë Laporta, qendërmbrojtësi, do të ketë shumë probleme dhe sulmi i shpejt i Francës do të jetë shkatërrues, dhe unë shpresoj që Didier Deschamps, në rast se është e fundit si trajner i kampionatit botëror dhe i Francës, ja uroj me gjithë zemër që Franca-Angli të jetë një finale e këtij kampionati botëror. Në fund ju shikoni Francën si triumfuese? E shoh Francën për arsye sepse ka më tepër agresivitet dhe vertikalizim me dinamika më të shpejta në zonën e tretë të kundërshtarit ku është fatale, domethënë shënimi i golit. Kurse Spanja është një ekip i cili në çdo moment mund të bëjë surpreze. Është një gjysmë finale shumë e vështirë ta komentosh ose t'i japësh një rezultat të saktë. Por jo, e sigurt se kush mund të fitojë. Unë i anoj nga ana e logjikës së futbollit ke Franca. Edi, kush është dështimi më i madh i këtij botërori për ju? Dështimi më i madh i këtij botërorit është presidenti i FIFA-s. Edhe lidhja e politikës që thonë që nuk është i lidhur sporti me politikën, sporti gjithmonë është i lidhur me politikën, me ekonominë, me financën edhe me shoqërinë civile. Këtë është mos e sigurt. Dhe në këtë mënyrë nuk ndikon organizimi tepër i dobët i FIFA-s në këtë kampionat botëror dhe ndërhyrja e presidentit të Amerikës në kampionat botëror nuk e ndikon për pozitivitet në publikun botëror të një sporti korrekt me dinjitet. Por shpresoj që publiku t'i japi atë çfarë meriton këtyre njerëzve, për arsye sepse futbolli tradicional, me korreksi, me konkurrencë të transparent dhe me dinjitet, duhet i kthehet publikut, se në fundit ai luhet për publikun dhe emocionet i shkojnë atij, sepse është një publik fantastik ku shpenzon kohën, shpenzon ekonomitë e tija dhe duhet t'i shpërblejë e gjitha kjo me emocione të korrekte dhe rezultate progresive. Do ta mbyllim me çik më shumë pozitivitet përpos kritikave për FIFA-n dhe organizimin. Edi, nxori ky botëror një yll që do pasoj Ronaldon, që është drejt fundit, dhe Messin, që kishte gjithashtu mund të jetë dhe ky botëror i fundit për ata. Kush është ylli tani? Deri në këto momente është dyshja Haaland me Mbappé, por unë do të thonja që pasuesit më direkt të këtyre të dyve, por larg cilësisë dhe kualitetit, edhe nuk arrihet as Ronaldo as Messi, do të jetë Jamali edhe me Mbappé. Por në rast se ke Brazili do të vendosin Estevão edhe Endrick, janë dy djemë 19 vjeçara, njëri luan ke Olimpiku i Lyonit i dhënë i uazuar dhe tjetri është ke Chelsea. Ato të dy unë i kam ndjekur gjatë një kampionati tek Palmeiras i Brazilit, janë e ardhmja e futbollit botëror në të gjitha drejtimet.
Na mbetet për të shijuar dhe këto 3 ndeshje të fundit për të parë dhe fituesin. Edi, unë të falenderoj shumë për bisedën, të jam mirënjohës për kohën dhe shpresoj të dëgjojmë sërish, ndoshta herën tjetër për të folur për hallet dhe problemet e futbollit tonë. Të falenderoj shumë. Të faleminderit, shpresoj që të kesh një javë të shkëlqyer dhe inshallah të gjitha gjërat pozitive i ndodhin kombit ton, publikut ton, sepse neve meritojmë përvojtjet që kemi pasur gjatë shumë viteve në jetën tonë, qoftë private, qoftë edhe profesionale. Të uroj profesionalisht dhe familjarisht të kesh një jetë shumë pozitive. Faleminderit gjithashtu.